Sezoni i ri me probleme të vjetra pritet ky si vjeçmi për Kodrën e Diellit për pjesën e parkimeve dhe infrastrukturës rrugore. Hotelierët kërkojnë kushte më të mira në qendrën turistike, që klientët e tyre, të cilët më të shumt janë në muajt janar shkurt, të jenë të kënaqur me infrastrukturën. Jemi të gatshëm për një sezon mbar për të filluar. Mungesat që janë dihen, mungesat shifen, mungesat kemi. Rrugët duhet përgatiten, këto infrastruktura rrugore pak kemi nevojë. Çmimet janë njëjta, nuk i kemi ndryshuar çmimet. Sa i përket shtretërve, që ato shtretër i kemi gjithmonë. 500 shtretër i ka Kodra e Diellit. Drejtori i qendrës turistike Gani Ali premton se në sezonin e ri do të zgjidhin disa probleme. Teleferiku do të kontrollohet brenda ditëve, janë rrethuar shtigjet për të mos u humbur skiatorët, si dhe toaletet publike. Zotohet po ashtu se për herë do të sanohen gropat dhe kanalizimi që përfundon në rrugë. Punët përgatitore për momentin janë në fazën e fundit për të përgatit për fillimin e sezonit. Gjërat elementare çka duhet jemi duke i rregulluar, edhe jemi në përfundim prej servisimit edhe tek deri të shumë gjëra të tjera sa i përket Kodrës Diellit. Po si zakonisht vitin që kaloi pranimin teknik e kemi bërë në muajin e 12, ndërsa këtë vit presim këtë javë të përfundojmë edhe atë, pasi jemi përgatit më herët me punët për fillimin e skimit dimrar. Në stazat e skimit të gjitha do të jenë në lëshim dhe janë të rregulluar të pastruar për skim. Kemi venduar mbrojtëse për skiatorët. Jemi në përfundim edhe të mbrojtësve të reja që të vendohen nëpër stubat e ashensorëve, ski liftave apo. Edhe do të kemi edhe sinjalizim tek të gjitha pistat. Problem kryesor për këtë qendër turistike dimrore mbetet parkimi. Nga komuna e Tetovës pohojnë se edhe këtë vit do të vazhdojë të ketë transport të organizuar nga qyteti deri në Kodrë të Diellit.